Mirëmbrëma, dashur miq, uroj të jeni mirë se u gjejmë në takimin dhe në bisedën e radhës me mikun tim, kolonel doktor Dritan Demira, i cili na bashkohet nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, nga Michigani. Jemi sot për të parë dhe për të analizuar me kujdes në këto ditë të fundit të 2025-ës ngjarje të mëdha janë duke u bërë gati për gjithë botën. 2026 do të jetë një vit i madh, do të jetë një vit i vështirë, do të jetë një vit i rënd, qoftë në nivel rajonal, qoftë në nivel ndërkombëtar, qoftë në nivel Shqipërie këtu brenda. Ne me kolonelin ju kemi mësuar, është bërë për i traditës tonë tashmë të bëjmë një krehje, një skaner bërthamor të gjitha zhvillimeve që janë duke ndodhur në nivelin makro, pastaj të kthehemi në nivelin mikro këtu në Shqipëri, sepse ju e dini mirë që të gjitha situatat janë ngushtësisht të ndërlidhura me gjëra tjetrën. Asgjë më nuk do të jetë ashtu siç ka qenë. Të dashur miq, dhe ju psikologjikisht, politikisht, emocionalisht, mendërisht, financiarisht, kulturalisht duhet bëheni gati për gjithçka të madhe që po vjen. Ne nuk i ndalojmë dot gjërat që po vinë. As i provokojmë dot ato. Ne thjesht përdorim parimin që thotë: shpenzo 5 për të mbrojtur, më mirë se 50 për të kuruar. Flasim për para kohës, përpiqemi të analizojmë ngjarjet dhe zhvillimet në mënyrë që të paksojmë dëmin ndaj nesh, ndaj kombit, ndaj antarësisë kombit, ndaj historisë. Çfarë po ndodh? Shumë të mëdha janë ngjarjet që po ndodhin. Lojtarët e mëdhej kanë dalur dhe po kalojnë nga epoka e luftrave proxy, po shkojnë në përplasje direkte. Trump, Kina, Japonia, Tajvani, Lindja e Mesme, Libani, Izraeli, Siria, Turqia, Qipro, aleanca të reja në Mesdhe, aleanca të vjetra ringjallen, të reja ringjallen, të vjetra që vdesin, armatime, Venezuela, rrethimi i Karaibeve, rrethimi i Edi Ramës dhe i kupolës së pushtetit në Shqipëri nga krimi. Mendonim shpesh se kemi një kryeministër të fortë. Kam përshtypjen se është diçka më ndryshe. Nuk kemi të bëjmë me një kryeministër të fortë. Kemi të bëjmë me një kryeministër të kapur peng nga krimi dhe bashkë me strukturat e vjetra të kastës 35 vjeçare janë duke bërë përpëlitjet e fundit të mbjetesës. Çfarë flitet në takimin sekret të fundit të Edi Ramës me socialistët? U ka thënë një sinjal të madh: o mbytemi të gjithë bashkë, ose shpëtojmë të gjithë bashkë. Nuk ka qeveri të re, nuk ka qeveri teknike, nuk ka zgjedhje të reja. Rama ka vendosur të shkojë deri në fund me betejën e tij. Ndërkohë, një opozit e cila del, bën shëtitjen e radhës në bulevard, jep mesazhet koduara të cilat unë ju kam shpjeguar mbrëm. Koloneli do ta jap dhe ai mendimin e tij çfarë po ndodh. Ç'ishte kjo protestë, cilat ishin disa prej kodet më të rëndësishme të saj në nivelin gjeopolitik, të lëshuara nga protesta e opozitës. Ku po shkon Shqipëria? Çfarë pritet të ndodh? Si janë aleancat e fshehta, të dukshme, dhe kush më mirë se miku im dhe miku juaj, kolonel Dritan Demiraj, mund të na fusë në këto labirinthe me syrin e profesionistit, i cili sheh përtej kulisave të gjeopolitikës tek kulisat e sigurisë dhe më pas për të nxjerrë në dritë, në skanerin e dukshëm të shqiptarëve, kulisat e politikës tonë, e cila në skanerin bërthamor të gjeopolitikës nuk ka shans të fsheh asnjë miligram. Le të fillojmë dhe të shkojmë tek detajet një pas hapi. Kolonel, mirë se erdhët, mirë se u rikthyet. Është kënaqësi e jashtëzakonshme. Është e imja gjithashtu dhe e teleshikuesve të shumë të cilët vazhdimisht i përshëndes dhe në emrin tuaj, janë të pasionuar shumë pas shpjegimeve tuaja, kolonel, dhe pas vërtetësisë tuaj të madhe. Edhe një herë faleminderit. E nisim si gjithmonë në nivelin makro dhe kthehemi në mikro këtu në Shqipëri. Kolonel, ka patur disa zhvillime shumë të rëndësishme dhe më lejoni ti citoj ashtu siç ka ndodhur me përpikmëri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Javën e kaluar, drejtoresha e inteligjencës kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Tulsi Gabbard, ka deklaruar, më lejoni ta citoj: NATO dhe drejtuesit e BE-s po bëjnë çdo përpjekje të mundshme të tërheqin Shtetet e Bashkuara të Amerikës
në konfrontim të drejt për drejt me Federatën Ruse. Ne nuk mund ta lejojmë të ndodhë këtë dhe duhet të shikojmë me kujdes se çfarë po ndodh përpara syve tanë. Dhe të qëndrojmë të gjithë të bashkuar në këtë çështje të paqes. Ajo që kemi parë për gjatë gjithë këtyre muajve vazhdon zonja Gabard, këtyre muajve të fundit, në çdo moment që bëjmë progres dhe i afrohemi paqes, warmongers dhe shteti i thellë, deep state, lëvizin me shpejtësi dhe bëjnë çdo gjë që munden për ta ndaluar paqen, thotë kjo zonjë. Ata përdorin çdo taktik për të përdorur shtetin e thellë në agjencitë e inteligjencës. Dhe njoftojnë dhe publikojnë vazhdimisht propagandë nëpër mediat e ndryshme që i kontrollojnë me qëllim që të përhapin frikë dhe të shtyjnë narrativa falso. Vijon deklarata e zonjës Gabard, unë po mjaftohem me kaq. Kolonel, duket qartë që kemi dy fuqi të thella që po përplasen fort. Donald Trump, administrata aktuale, e cila kërkon të shkojë një marrëveshje paqe dhe të ndalojë gjakun në Ukrainë, dhe një palë tjetër e cila thotë do mbaroj punë me Ukrainën dhe do pushtoj Europën, ndërkohë që agjencitë amerikane, CIA, MI6 dhe të gjithë kanë në rënd dakord që Rusia as Ukrainën nuk e pushton do të gjithën, jo më të shkojë të mbaroj punë me Europën. Ju lutem bëjani të qartë shqiptarëve që po na dëgjojnë këtë moment kaq të rëndësishëm. Çfarë po ndodh më qartë ta dinë njerëzit? Pritet të gjejnë një mirë kuptim deep state-i, administrata Trump, Europa, apo do të shkojmë në një përplasje gjakderdhje të madhe dhe larg qoftë në një bërthamore taktike që ta trondis planetin në 2026 nga themelet. Urdhëroni. Jo, nuk besoj se do të shkojmë drejt kësaj pike. Tani Kreshnik më lejo ti them të gjithë këtyre mira dëgjuesve. Kjo që ka thënë zonja Gabard dhe general Flynn, ish drejtori i inteligjencës ushtarake të Shtetet Bashkuara të Amerikës, është hiç më pak se 100% e assessmentit që kam dhënë unë për gjatë këtyre 3 viteve të fundit, dhe në mënyrë të veçantë këto 8 muaj. Fjalë për fjalë, gërm për gërm. Ju kam thënë në të gjitha televizionet që po bëhen të gjitha përpjekjet për ta minuar presidentin Trump me narrativa falso. Dhe kam përdorur unë fjalën warmongers në mënyrë të vazhdueshme në të gjitha këto bisedime që kemi bërë bashkë, edhe ju në të njëjtën kohë kemi thënë që absolutisht është gënjeshtër e madhe për të justifikuar dështimet, mungesën e leadershipit, situatën skandaloze financiare, korrupsionin, vjedhjet nga drejtuesit e Bashkimit Evropian, duke paraqit Federatën Ruse sikur do të pushtoj Polonin, pushtoj gjithë Europën, gënjeshtra që nuk i han askush. Vetëm këto me qëllim që të justifikojnë shpenzimet, vjedhjet, korrupsionin, janë miliarda dollar euro për cilat akuzohet Ursula von der Leyen, që akuzohen një pjesë e madhe e drejtuesve, janë 10 miliard dollar të vjedhur nga qeveria Zelenskit, dhe kam thënë, bile kam pas edhe guximin, se edhe ju, edhe unë, nuk jemi patronazhist, ne jemi këtu për të bërë analiza. Ne vërtet, Federatën Ruse e cilësojmë si një vend kundërshtar, por për sa kohë që kemi dalë bëjmë analiza gjeopolitike, ne duhet jemi profesionist. Për ndryshe bëhemi qesharak dhe njerëzit tallen me ne. Nuk na mbështesin, nuk na dëgjojnë. Kolonel, Ka një narrativ, ne nuk jemi këtu për çunat e lagjes. Ne jemi për të vendosur etiketa për siguri kombësh, siguri kombëtare, dhe ata që e kuptojnë lojën, e kuptojnë shumë mirë çfarë po thoni ju, çfarë po them unë. Kështu që vazhdoni në linjë se keni qenë shumë korrekt për hir të vërtetës. Nuk është çështje se po ju komplimentoj. Çdo deklaratë që keni thënë, keni 2 vjet të kam gjuar në gjitha televizionet e Tiranës, keni thënë, madje shpesh ju kanë thënë filorus, siç më kanë thënë mua, siç kanë thënë tjerëve, sepse njerëzit nuk din ta bëjnë dallimin ndërmjet propagandës dhe ndërmjet çfarë luhet në thellësi.
vlerësimet zyrtare të inteligjencës amerikane thonë që Rusia nuk ka kapacitet pushtoj Europën dhe Ukrainën. Atëherë kush e fryn realisht narrativën e rrezikut ekzistencial, kolonel? Çdo gjë që kanë deklaruar sot dy majat e inteligjencës amerikane i ke 100% tek libri im i fundit, 100%. Analizë që kanë bërë 16 agjenci dhe inteligjencës është 100% siç e kam shkruar një vit përpara. Tani, ajo që dihet Kreshnik i ka rrënjët e konfliktit që në kohën kur u pushtua Krimea dhe kur ulën edhe Macroni, edhe Merkeli, edhe Zelenski që tallej, nëse të kujtohen ato pamjet me Putinin, tallej, se ai kujton se është duke bërë gallat, duke bërë humor me popullin e tij, e masakroi popullin. Pavarësisht se pushtuesi dhe vrasësi dhe është Putini, por do të duhej që po të kishte qenë pak më serioz, kishte pranuar marrëveshjen e prillit të 2022-shit. Nuk do të kishte quar deri këtu. Me qëllim u firmos marrëveshja Minsk 1-shit, Minsk 2-shit dhe vet ish kancelarja Merkel ka deklaruar 3 vite përpara, ne e firmosëm këtë marrëveshje për të fituar kohë, për të armatosur Ukrainën, për ta përdorur kundra Federatës Ruse. Këto janë deklaratat e Merkelit, zyrtare. Dhe e gjithë kjo panoramë, armatosja e Ukrainës 2014-2022 ishte ajo në të cilën e detyroi presidentin Putin për të bërë pushtimin e paligjshëm kriminal të 22-shit. Dhe duke qenë se e kam thënë edhe në vazhdimsi, në mënyrë të vazhdueshme nuk ja kanë dalë me të gjithë paratë administratës Biden, me të gjithë përfshirjen e Shteteve të Bashkimit Evropian, nuk ja dolën që ta mposhtin Federatën Ruse, tani përpiqen të gënjejnë gjithë vendet e Bashkimit Evropian, në mënyrë të veçantë Britania e Madhe, Franca, Gjermania dhe vende të tjera dhe Polonia dhe 3 vendet baltike, duke deklaruar që në 4-5 vitet e ardhshme Rusia do pushtoj Europën. Ndërkohë që, siç e thotë edhe vlerësimi i fundit, dhe çdo profesionist me mën kokë, Federata Ruse e ka të pamundur të pushtoj gjithë territorin e Ukrainës, jo më të zhvendoset më tej. Por po përgatitet një plan i cili është përtej presidentit Trump, ose për ta dëmtuar dhe për të shkatëruar të gjitha përpjekjet e presidentit Trump për paqe nga një anë dhe nga ana tjetër për të vendosur trupat në Ukrainë me qëllim që të riorganizohen dhe pastaj të zhvillojnë një operacion që quhet Flag Operation për të provokuar një ndërhyrje të mundshme. Dakor, kolonel, në deklaratën e zonjës që e citua më sipër, tregohet qartë që ka disa rryma brenda. Ka 2 palë rrybash të cilat kanë një përplasje të fortë. Përderisa thonë vlerësimet zyrtare të inteligjencës që Rusia s'ka mundësi të shkojë për më tutje. Përderisa kemi raporte të qarta shërbimesh të cilat e vërtetojnë këtë dhe e bëjnë të qartë, pra. A kemi të bëjmë me një përplasje të hapur mes presidentit amerikan dhe Deep State-it në çështjen e luftës dhe të paqes me Rusinë, apo është një rol që Amerika e ka ndarë që të luaj me 2 krah në këtë lojë? Si e shikoni ju? Është një orientim strategjik i SBA-s për të luajtur me 2 krahët e shqiponjës, një krah që i rreth luftës dhe një që i rreth paqes, apo kemi një krah brenda i cili do të dobësojë narrativën e presidentit Trump? Absolutisht që kemi një luftë të drejtë për drejtë, pothuajse haptazi, të Deep State-it me presidentin Trump. Për shkak se Kreshnik, pavarësisht se nuk do të shkoj shumë thellë, sepse nuk më lejohet, duhet kemi të qartë një gjë, që brenda Ukrainës veprojnë një sër shërbimesh inteligjente. Dhe shërbimet inteligjente nuk janë vetëm shërbimet inteligjente civile ose kombëtare, por janë edhe ato ushtarake, të brendshme, të luftës kibernetike, të hapësirës, janë të ndarë në disa domenë. Dhe të mos harrojmë që një pjesë e madhe e këtyre rrjeteve klandestine
të operacioneve të zeza, që quhen, ose të operacioneve speciale, klandestine, kanë vite të futura, të deportuara në shqiptimet e inteligjencës. Dhe pa diskutim, një pjesë e madhe e operacioneve strategjike që zhvillohen kundër Federatës Ruse, drejtohen nga këto shërbime. Dhe pavarësisht dëshirës presidentit Trump, nga niveli strategjik, i komandim kontrollit pra i drejtuesit Shtetit Bashkuar të Amerikës, me sekretarin e shtetit, mbrojtjes dhe agjencitë e tjera, kemi këto njerëz të cilët drejtojnë këto rrjete prej 5 vitesh, 4-5 vitesh, në fakt kjo shkon prej 14 vitesh, nëse që jemi korrekt, që nga 2014 dhe në vazhdimsi, të cilët nuk pranojnë që leadershipi politik të dëmtoj masat ose investimet të cilat janë prej disa qindra milion dollarësh prej vitesh. Pra po bën gjitha përpjekjet dhe pikërisht këtë unë e kuptoj edhe më mirë sepse për shkak se e njoh se si vepron edhe kam qenë një pjesë të operacioneve se si veprojnë, se si ekzekutohen këto, për cilat nuk flas kurse s'mlejohet, por edhe generali Michael Flynn deklaron që janë vetë shërbimet tona inteligjente, duke përmend agjencitë me 3 shkronja, të cilat ketë ndryshe nga dëshira dhe vullneti për të arritur një paqe në bashkëpunim me MI6-in, me shërbimet franceze, gjermane, por jo vetëm, po bëjnë të gjitha përpjekjet në bashkëpunim me Deep State-in dhe me kryetarët e shteteve perëndimore për ta dëmtuar, pra për të krijuar narrativa falso, për të deklaruar rreziqe të rreme, për të zhvilluar propagandë e cila nuk është as pak e vërtet, duke dhe thot we the people, thot General Flynn, jemi të lodhur nga këto gjëra, sepse Bashkimi Evropian thot do të po përpiqet me gjitha format që të fusi Shtetet e Bashkuara të Amerikës kundra Federatës. Këtu po të vija, kolonel, këtu po të vija. A mos ndoshta po përdoret NATO dhe BE-ja si instrumente për të tërhequr Shtetet e Bashkuara të Amerikës në një luftë të cilën vetë Europa nuk është në gjendje ta përballojë? Absolutisht që po. Europa është mësuar që gjithmonë edhe investimet, edhe mbrojtjen, edhe operacionet, edhe mbështetjen diplomatike, financiare, ushtarake, se inteligjencës nuk diskutohet. As një lloj kapaciteti nuk ka ushtria NATO-s kreshnik të përballet me 2 superfuqitë e tjera, në rast se nuk kanë inteligjencën, aftësitë dhe kapacitetet e inteligjencës shumë dimensionale të inteligjencës amerikane. Këtë e kemi parë, Franca dhe Britania e Madhe nuk kishin gjendje të rrëzonin Gaddafin, nëse ju kujtohet në vitet 2011. Imagjino, 2 vende antarë të Këshillit të Sigurimit me fuqi bërthamore nuk patën fuqi. E kam thënë një herë në një emisionin tuaj, u desh vetëm 48 orë ndërhyrje ajrore e Shtetet e Bashkuara të Amerikës që të përfundonte operacioni. Pra pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë asnjë mundësi. Dhe pikërisht, fatmirësisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka ardhur një president që kërkon paqe. Sepse kemi 20 vjet, thot General Flynn, thot kemi harxuar triliona dollar në Irak, në Afganistan dhe një dëmtim të jashtëzakonshëm të imazhit. E thot ish drejtori i inteligjencës ushtarake dhe këshilltari i sigurisë kombëtari presidentit Trump, jo Dritan Demir dhe Kreshnik Osmani. Dhe pikërisht thot për këtë arsye, ne thot nuk pranojmë të futemi në luftë dhe të përdoremi nga NATO, sekretari i përgjithshëm i NATO-s dhe krerët e Bashkimit Evropian. Qartë. Trump e thot qartë. Lëreni luftën, hajde të bëjmë biznes, të fitojmë para. Dakor? Por korin unë e shoh. Kori është dirigjim në të gjithë planetin, se shoh dhe korin e Tiranës unë. Portalet të gjitha në të njëjtën linjë pra. Ky është idiot, ai është idiot, ky është i shitur, ky është filorus. Mjafton ti të thuash disa të vërteta, ti je një lloj idiot si Trumpi, je filorus, je i shitur, je. Okej. Sigurisht kjo është loj shumë e hidhur e warmongersve apo të kërkuesve të luftës. Kolonel, përpjekjet janë shumë, betejë është e fortë dhe me sa duket muajt e parë të 2026 do të jenë flak. Duke patur parasysh këtë që sapo diskutuam bashkë. Ti qetësojmë njerëzit apo ti bëjmë ata të jenë realist?
se ne nuk kemi hapur spa këtu, as qendër masazhi për të relaksuar njerëzit. Duhet të themi të vërtetat ashtu siç i shikojmë. Do të fitoj krahu i luftës dhe i përplasjes, kolonel, apo do të kemi një relaksim? Si e shikon? Sepse ka shkuar në vijat e kuqe, ka shkuar në limit kjo lloj përplasje dhe kokat e mëdha po dalin. Si e shikon? Do të gjejmë një lloj gjuhe për të shkuar në linjën e mbylljes konflikteve, apo do të ndizet situata? Pa diskutim që liderët e Bashkimit Evropian dhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s do të bëjnë çdo përpjekje të mundshme për të prishur aktivizimin e presidentit Trump për të arritur një paqe. Por do të dështojnë me sukses të madh, sepse presidenti Trump vitin 2026 e ka vit shumë të rëndësishëm që të mos lejoj asnjë konflikt, sepse fillon zgjedhjet pra në Kongresin dhe Senatin, zgjedhjet që bën një në 2 vjet, që përcaktojnë edhe fuqinë e dhomës përfaqësuesve të Senatit për vazhdimsinë e presidencës Trump, nga një anë. Nga ana tjetër, unë nuk besoj se Ukraina, me këtë mbështetje që po jep Bashkimi Evropian, do të ketë mundësi të qëndrojë në këtë konflikt edhe për një kohë gjatë, sepse tashmë fatkeqësisht për shkak të 2 miliardë e hapi thesin BE von der Leyen. Është vetëm një hapje e 90 miliard euro po, që për 2 vite janë absolutisht sparjer, do të duhet që të shkojnë në Ukrainë, të aktivizohet kjo ndihmë. Se deri tani kemi parë deklarimin e shumë shifrave, një pjesë të madhe të cilave kanë dështuar sepse dështuan për të shfrytzuar paratë e bllokuara ruse, një pjesë e madhe e shteteve janë kundra. Tani kemi një deklarat prej 90 miliard dollarësh, kemi edhe një deklarat prej 400 milion dollarësh çdo vit nga ana e Federatës Ruse, nga ana e Shtetet Bashkuara të Amerikës për Ukrainën, asistencë ushtarake, që është një asistencë 400 milion dollarësh shumë e vogël, për i zëvërtetës për nivelin e konfliktit, për madhësinë e konfliktit, për përmasat e konfliktit. Dhe nga ana tjetër, unë mendoj që fatkeqësisht ushtria ruse është një revansh total dhe nuk e di se sa do ketë mundësi të përballoj këtë avancim në Sumi, në Dnepropetrovsk dhe në rajonet e tjera, sepse tashmë Bashkimi Evropian edhe nuk i kërkon, nuk e lejon Ukrainën të pranojë kushtet e paqes dhe nga ana tjetër nuk ka mundësi dhe këllqje t'i dërgoj armatimet dhe pajisjet që ata kanë nevojë. Pra unë kam thënë dhe kam pas guximin ta them Kreshnik, e pa moralshme, po e luftojnë Rusin për interesat e tyre me ushtarin dhe me qytetarin e fundit të Ukrainës. Qartë. Të kthehemi nga kjo panoramë e madhe, ta ngushtojmë pak rrethin. Të vim këtu në mesdheun tonë. Një aleancë e re po lind ndërmjet Izraelit, Greqisë dhe Kipros. Kanë patur një takim në Tel Aviv me kryeministrat përkatës, Mitsotakis, Netanyahu dhe kryeministri i Kipros. Mendon kolonel se është duke u përgatitur apo duke u strukturuar arkitektura e re e sigurisë së mesdheut, apo është një lëvizje direkte kundër Turqisë? Dhe si mundet të reagojë Turqia ndaj kësaj aleance dhe pastaj e shohim pjesën tjetër? Pa diskutim që është një aleancë kundër Turqisë. Janë të friksuar, janë të tmerruar. Urdhë? Përse? Thatë që është aleancë kundër Turqisë. Përse thash? Po. Janë të tmerruar, Kreshnik, nga rritja e fuqisë ushtarake e kompleksit industrial ushtarak të Turqisë shumë dimensional. Spari, së dyti, nga rritja, zgjerimi i influencës së Turqisë në Azinë Qendrore, në lindjen e mesme,
në Siri, në Azerbajxhan, në Ballkan, në Afrikën Veriore dhe në Afrikën Lindore. Dhe pikërisht është kjo përplasje, kjo mbështetje e Hamasit, e cila në disa raste, edhe nga ju, edhe nga unë, është cilësuar si e pasinqert nga ana e Turqisë, në raste të caktuara për përfitime politike e më Për radhë. gazën e kemi pas fjalë. Kemi pas guximin ta themi për gazën gjithmonë. Kemi qenë shumë sinqert, por nga ana tjetër, edhe përpjekjet e tij tashmë tani realisht marrëdhëniet midis dy vendeve janë dëmtuar dhe përpjekjet edhe të lobit grek edhe të lobit izraelit, të cilët për herë të parë janë bashkuar tek presidenti Trump për të mos lejuar blerjen e F-35-ave dhe të gjithë influencën që ka Izraeli në të gjithë vendet perëndimore për të mos lejuar blerjen e avionëve 4++, të gjeneratës 4++ për Turqinë, dhe të tmerruar nga industria ushtarake, sepse aeroplan majcet, një pjesë e madhe në ndeceve, sapo dje u inaugurua në ndecja e re, shumë moderne e Turqisë, fregatat e reja, dhe deri tek influenca që ka Erdogani duke ofruar rreth 25% të armatimeve në Pakistan, një fuqi bërthamore. Pra kjo e ka tmerruar. Dhe tashmë Izraeli, me shumë zgjuarsi, ka po përdor si bazë operacionale të avancuar, ka dislokuar sistemet avancuara të mbrojtjes kundërore, të raketave, të radarëve, nga njëra anë në Kiprën greke dhe nga ana tjetër në të gjithë ishujt lindor të Egjeut, të cilët janë në kufi me Turqinë. Ishuj të cilët ndalohen nga konventat ndërkombëtare të armatosen. Dhe pikërisht kjo është pak a shumë panorama që po ndodh dhe qëllimi i vetëm është bllokimi i Turqisë për daljen në detin Egje, kufizimin e lirisë të lëvizjes dhe mungesën e shfrytëzimit të zonës ekskluzive detare për shfrytëzimin e gazit, me atë që njihet si bashkëpunimi midis Libisë dhe Turqisë në detin Egje. Për ndarjen e zonave të gazit në Mesdhe, po. Si mendon kolonel, si mund të reagojë, a do të reagojë Turqia ndaj kësaj aleance dhe a rrezikon Mesdheu lindor të kthehet në vatrën e radhës të një konflikti më të madh global, apo do të jetë një përplasje e kontrolluar mes këtyre dy aleancave? Besoj që do të jetë e kontrolluar për arsye sepse nga njëra anë nuk ka interes që perëndimi nuk ka interes, sepse kjo s'ka bërë asgjë tjetër. Mosdhënia e avionëve F-35. Krijimi këtyre aleancave, që pa diskutim që këto aleanca nuk mund të krijohen pa marrë miratimin e Washingtonit. Ju besoj e kuptoni krejt qartësi. Dhe kjo ka bërë të mundur që të rritet, të intensifikohet bashkimi ose bashkëpunimi midis Iranit dhe Turqisë, dhe bashkimi i Iranit me Turqinë krijon një fuqi të pa sfidueshme në rajonin, dhe nuk është në interesin as të vendeve të GCC-s, të cilat janë aleate dhe kanë mbrojtjen e drejtë për drejtë dhe mbështetjen e drejtë për drejtë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe nga njëra anë, dhe nga ana tjetër, unë besoj që do të jetë e kontrolluar, sepse besoj që do ta cekim, jemi shumë afër një përplasje midis Izraelit dhe Iranit, dhe kjo përplasje e dytë do të ketë përmasa shumë të mëdha, të cilat në rast se do të eskalojnë, duke përfshirë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, siç po përpiqet me gjitha format Netanyahu që të fusi Shtetet e Bashkuara të Amerikës, njësoj si Bashkimi Evropian kundra Rusisë, atëherë ky konflikt do të dali jashtë kontrollit, në cilin do përfshihet edhe Turqia edhe vendet e tjera të Mesdheut. Ambasadori amerikan Tom Barrack në Ankara dhe emisari i Donald Trump për lindjen e mesme deklaroi para 2 ditësh, kolonel, që Amerika do të bëj gjithçka duhet bërë për ta sjellë F-35-at dhe për t'ia dhënë Turqisë, dhe Turqia na ka dhënë fjalën që do të heqë dorën nga S-400-at ruse. Parë nga kjo deklarat e njeriut që po thurë shumë prej fijeve të lojës në lindjen e mesme, Tom Barrack, dhe parë nga situatat e reja, Liban, Gaza, Izrael,
Irak, përplasja e fuqishme, unë jam thellësisht i bindur që Amerikanët dhe Izraeli po përgatisin një goditje të madhe ndaj Iranit, pavarësisht se po e lën Iranin të besojë sikur do të ketë paqe apo nuk do të ketë një eskalim. Iranianët në fakt e kanë kuptuar dhe e po bën gati për këtë. A mendoni kolonel që ky ripozicionim i ekuilibrave do të ndikojë në atë që pritet të ndodhë në lindjen e mesme, pra kjo tentative ambasadorit amerikan në Ankara për t'i dhënë një lloj qetësie apo garancie Ankaras, do të vijë F-35-a jenin anën tonë, dhe plani i Donald Trumpit për ta shndërruar lindjen e mesme në Europën e re, me planin që ka për investime për 50 vitet e ardhshme, lindja mesme do të jetë më populluar se Europa, do të jetë një nga tregjet më të mëdha në planet, dhe presidenti Trump, administrata aktuale, e kanë përfituar një Europë të ardhmes bashkë me vendet e GCC-s. Par nga ky kundërshtrim, kolonel, a mendon që do të eskalojë situata dhe ku janë fijet, ku takohen dhe ku mund të shpërthejnë në lojën e re Turqi, Izrael, Greqi, lindje e mesme dhe Izrael-Iran? Që të jemi sinqert me ju, më duhet kam bërë Është një pak. një libër i tërë kjo. Unë kam bërë një pak, do them të vërtetën. Deklaratat e Tom Barakut, e ambasadorit Tom Barak, janë deklaratat të cilat po përpiqen që të shqetësojnë Ankaran, po janë vetëm fitim kohe. Sepse mbajnë me morfin. Nuk ka dëshirë për të dhënë F-35-a. Nuk do shkojnë F-35. Period. Janë të trëmbur nga fësit dhe kapacitetet që vetë Turqia po zhvillon me forcat e veta. Pavarësisht vrasjes së një pjesë të madhe në vitet 90-95 të një pjesë 2-3 shkencëtarëve gjenive që ka pas aviacioni turk, të vrarë, të rrëzuar, të hedhur në erë me avion, por që tashmë Turqia ka mësuar shumë dhe mas viteve 2000 po hec me shpejtësi të madhe nga njëra anë. Sepse është e papranueshme justifikimi, është i pavërtet justifikimi që ka S-400-at, sepse S-300-a ka edhe vetë Greqia që po merr aviona F-35. S-300-a ka në vende të tjera, Çekia, Slovakia, kupton, të cilët janë pjesë e programit të F-35-s. Pra ky është një justifikim sepse nuk duan janë të trembur nga fuqia ushtarake, teknologjike, ekonomike dhe nga shtrirja e fuqisë që po krijon politika jashtë me Erdoganit. Edhe nëpërmjet kompleksit industrial. Tashmë Turqia shet armë në 124 vende. Që kjo ka reshape politikën e jashtme të Ankaras, duke rrit influencën e saj për shkak se kjo politikë e shitjes armëve, me hapjen e bazave në këto vende, me rritjen e ndikimit, me intensifikimin e përdorimit të fuqisë butë nëpërmjet gjuhës, filmave me radhë, që nga Amerika Latine, Afrika, Azia qendrore, lindja mesme, Europa, por jo vetëm, e ka të merruar. Dhe pikrisht kjo fuqi po përpiqet që të ndalohet nën maskimin e S-400-s, S-300-s, S-500-s. Kolonel, ju thatë diçka shumë të rëndësishme. Po u bashku Turqia me Iranin, bëhet fuqi më e madhe, kjo s'ka diskutim. Turqia i futi shkelmin mu në kock të fund shpinës Iranit dhe e hodhi përtej Sirisë, e nxorri jashtë. Në këtë moment, në qoftë se do të ketë një goditje të fortë ndaj Iranit nga Izraeli dhe Amerika, Turqia çfarë qëndrimi mendon se do të mbajë? Do të kërkojë një pazar të madh për të godit Iranin apo do të përpiqet të ruajë ekuilibrin rajonal? Erdogani do vazhdoj të ndjeki politikën e tij. Interesin e tij kombëtar, duke zbatuar politikën e asjansisë. Nga njëra anë, bashkëpunimi midis Iranit edhe Turqisë nuk është i sinqert, nuk është një bashkëpunim midis vendeve muslimane,
për shkak se të dyja kanë interesat e tyre, se cila prej tyre ka të njëjtat objektiva kombëtare për ta mbizotruar rajonin dhe linjën e mesme. Pra këtu kemi një përplasje tyre, po përballë Izraelit dhe përballë një konflikti, rreziku kërcënimi, pa diskutim që këto do të bëhen bashkë. Dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës në mënyrë absolute nuk do të lejojnë asnjë rast. Ju e keni parë se sa bukur, sa me zgjuarsi dhe vizion presidenti Trump i thot ky është një lider i madh, thot lider i respektuar, Po gjithashtu i thot. Pastaj ja fut edhe kuin thot që është mjeshtë për vjedhjen e zgjedhjeve, për shtypjen e kësaj. Pra, më kupton nga njëra, nga ana tjetër, sigurisht që në rast të një konflikti, ato do t'i bashkojnë forcat. Por kemi një luftë jashtëzakonshme të brendshme midis shërbimeve sekrete, midis forcave Al-Quds, vrasjeve që kanë bërë dhe rrjeteve të klandestine të Turqisë në Iran dhe të Iranit në Turqi. Dhe në këtë këndvështrim midis Iranit dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, Turqia pa diskutim që ka zgjedhur në të gjitha rastet, ka zgjedhur Amerikën dhe në raport me kundërshtarin kryesor të Iranit, që është Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Katari, Kuvaiti dhe Bahreni, përsëri Ankaraja do të zgjedhë GCC-n, nuk do të zgjedhë Iranin. Iranin, qartë. Ishit shumë i qartë, kolonel, dhe një pyetje të shpejtë, e dua shumë flash se do kthehemi urgjent të merremi pak me pas makros të shohim çfarë po bëjnë MIT këtu tek bodrumet e Tiranës. Bllokimi i tankerëve kinez me naftë të Venezuelës, a është fillimi një lufte të hapur shëbas ndaj lufte ekonomike e hapur ndaj Kinës, apo është një tregim dhëmbësh për ta detyruar Kinën që të ulet në tërvez të merret vesh me amerikanët? Unë besoj që kemi hyrë në një fazë të përplasjes hapur midis Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Kinës, tashmë shumë zgjuar dhe me shumë vendimarrje të qartë. Presidenti Trump ka marrë vendim që të ndaloj linjat e komunikimit dhe transportit, pra të furnizimit të Kinës me naftë nga Venezuela në drejtim të Kinës, pra të naftës crudo. Dhe kemi tashmë bllokimin e cila e ka tërbuar pra bllokimin në det hapur të tankerëve. Një veprim shumë i qartë dhe një veprim veprim i dur në momentin dhe në kohën e dur për të ndaluar furnizimin e Kinës me transportit, sepse ndalimi i transportit të Kinës me naftë dhe me gaz është spari krijon një efekt jashtëzakonshëm në ekonominë, pra ndalon zhvillimin ekonomik të Kinës. Sigurisht që Kina ka opsione tjera nëpërmjet Iranit, ka nëpërmjet tokës me Federatën Ruse, por kjo e dëmton, e ul rritjen, zhvillimin ekonomik nga një anë dhe nga ana tjetër duke i treguar qartësi që unë jam komandanti i botës, unë jam kryetari i bordit. Dhe duhet të ulesh, të bisedosh dhe të bish dakord me mua, për ndryshe unë të filloj të këpus këto. Pra, po shkojmë drejt një intensifikimi të një përplasje. Qartë, ju falenderoj. Të kthehemi më një herë në Shqipëri. Edi Rama ka patur një takim sekret me deputetët, me drejtuesit kryesor të Partisë Socialiste, u ka kërkuar unitet. U ka kërkuar të mbajnë dorën e njëri tjetrit fort, sepse nëse lëshojnë dorën dhe nëse shkaktojnë një trazir, do të zhyten të gjithë dhe do të shparosen të gjithë. I ka kërkuar në këtë moment të bëjnë kujdes, ka refuzuar idenë e zgjedhjeve të parakohshme, zgjedhjen sepse këtë e ka konsideruar është dobësi, ka refuzuar të bëjë çdo lloj lëshimi, do të bëjë sikur nuk po ndodh asgjë. Rama është arkitekti i këtij sistemi, kolonel, apo thjesht është pengu i tij në këtë moment final të tij? Kam disa deputet të Partisë Socialiste, të paktën 3 prej tyre që i kam miq dhe shok, dhe informacionet e tyre sigurisht na tregojnë që Rama është në një panik të tmerrshëm. Dhe në momentin gjithmonë përpara rënies, diktatorët, hajdutët, kokat, ata të cilët drejtojnë narkoqeverit, hiqen si të fortë. E ke pasur si të fortë. Se si kërcen Maduro, ose sikur s'ka asgjë fare.
kërcen Maduro vetëm nga halli, nga Afrika. Është i tmerruar. Çdo natë ndryshon rojet, ekipet e mbrojtjes dhe po nuk është çështja e Maduros, tani mos futemi edhe Maduro, mos ta Jo, gjejmë. qartë, pra aktrimi i qetësisë sa më shumë njerëzit ta shohin Ramën kur bën si i qetë shprehje e frikës. Shkojmë tek Maduro. Ne futemi tek ajo cilësi njerëzish që dim të lexojmë edhe nga lvizjet e buzëve, jo më nga body language. Rama është i dërmuar, i shkatëruar. Psikologjikisht mjafton të shohësh një intervistë dhe të shikosh se si lviz. Gestikulacionet e tij është nga ana psikologjike i shkatëruar, pa gjumë, në stres. Partia Socialiste është një kolaps të plot. Një pjesë e madhe e njerëzve kanë humb besimin tek Rama, sepse Rama nga njëra anë i urdhëron për të bërë shkelje në interes të qëndrimit të tij në pushtet, duke ju dhënë çdo gjë kundër interesit kombëtar shqiptar, duke shit çdo gjë, duke dhënë kompanive të huaja çdo pjesë të ekonomisë shqiptare dhe gjithë personat e përfshirë të urdhëruar nga Rama, të gjithë i ka shit. Dhe pikërisht në këtë pikërisht për këtë arsye, një pjesë e madhe e deputetëve e ministrave janë drejt rebelimit. Ka një luftë të brendshme të tmerrshme brenda Partisë Socialiste. Ka filluar lufta civile Socialiste pas largimit Ramës. Dhe largimi i Ramës në 2026 është një vendim tashmë i marrë, tashmë ka kuptuar dhe Bashkimi Evropian, duke shfaqur qartazi me deklaratën e fundit. Presin vërhetimet të shkojnë më lart se Belinda Balluku. Tashmë Bashkimi Evropian, Ursula von der Leyen dhe Kallasi, Kosi e kanë kuptuar që kemi të bëjmë me regjim kriminal, i cili jo vetëm ka vjell popullin me më shumë se 7 miliard dollar deri tani, ku vetë bashkëshorti i kryeministit drejton akshin për 13 vitesh 1700 tendera fiktiv në një sasi për disa miliard dollar humbi. 1.6 miliard dollar vetëm në 2 vitet e fundit. 6 miliard pra dollar, është Bulgaria, ku ministrat e Ramës kanë qindra milion dollar të fshehur. Imagjinoje, vetëm në një bank, në emër të Belinda Ballukut, janë 20 milion dollar. Imagjinoje, në qeveri tashmë ka bërë xhelos, të them me siguri dhe përgjithësi të plot Krishnik Osmani. Kush është bërë xhelos? Dhe gjithë ndjekësve tanë. Ka bërë xhelos qeverinë e Greqisë, Mitsotakis, dhe qeverinë e Giorgia Melonit, një nga fuqitë më të mëdha ekonomike botërore. Sa u fiton ka kaq shumë Shqipëri? Për sa para kanë Shqipëri për të vjellë. Ku dalin këto para dhe guxojnë ndyrësirat patronazhist, më bëjnë mu dhe ty përgjegjës. Apo personat që janë larguar nga politika shqiptare prej 13 vitesh, që I don't care for them, kupton? Por e kam fjalën, imagjinoje se çfarë regjimi kriminal hajdut e bën Edi Rama. Dhe pikërisht kjo luftë dhe kjo që sapo deklaruat ju në mbledhjen e fshet, i ka thënë ose ikim gjithë bashk, ose rrim gjithë bashk. Ato do ikin gjithë bashk ato që i kanë vjedhur. Se një pjesë e madhe e kryetarëve të bashkisë, siç është Termet Peci, një ignorant që s'di të shkruaj fjalën, që s'di të shkruaj emrin e tij, sot ka 10 milion dollar dhe është subjekt i punës pakut. Dhe pikërisht për këtë arsye duhet që opozita të jetë sinqert, të mos dali vetëm Partia Demokratike, për cilën ne falenderojmë Partinë Demokratike që organizojmë këto, po besoj do të futemi pak më tej se çfarë mendoj unë për mënyrën se si mund të rrëzohet Rama. Aty po të vija, po e kisha lënë pak më tutje, ju e falenderoni për organizimin e popullit dhe unë kam bërë mbrëm kolonel një shpjegim se si ata nuk janë të vërtet, nuk janë sinqert, dhe janë në pazar me njëri tjetrin. Unë dua këndvështrimin tuaj, për para se të shkojmë ke protesta, kolonel, unë do të vija ke protesta, unë nuk i falenderoj ata për protestën, sepse protestën ka dalë populli i ndershëm, i pastër, që nuk e do këtë regjim më të pres deri në mars anë shkurta të 2026, po do të largohet, por u thamë ikni prapë në shtëpi, sa ashtu është një muhabet. Do të vija ty, kolonel. Apo vepron Rama është i rënë, kjo nuk ka asnjë diskutim, është çështje kohe. Ajo që unë dua prej jush, kolonel, kuptoj është nga rrëzimi
gradual i Ramës, kush përfiton, pra është një dorë që e do atë të bjerë gradualisht, apo ai ka fuqi dhe po mbahet fort, pra, ta bëjmë më të qartë për njerëzit. Ai nuk po bie me një herë, sepse janë disa nevoja gjeopolitike që mund ta bëjmë në domosdoshëm kapjen e lepurit me qerre, apo ka një dorë që e mbron dhe e bën më të ngadalë të rënien e tij. Pa diskutim që ka një dorë që e mbron, Rama është pjesë e llozhave europiane, por jo vetëm, të cilët e kanë mbështet. Dhe pikërisht rënja e Ramës është e pa diskutueshme, por komuniteti ndërkombëtar është i interesuar që paralelisht me rënien e Ramës të kontrollojë që rënja e Ramës të jetë me parashut, të jetë ngadalt, në mënyrë që të mos krijojë vakum politik, i cili mund të shfrytëzohet nga aktor shtetëror, jo shtetëror, antiperëndimor, për të krijuar kaos, nga i cili nuk do të përfitojë populli shqiptar, por do të dëmtohet edhe më tepër populli shqiptar, dhe nga një anë, dhe nga ana tjetër, unë mendoj që komuniteti ndërkombëtar është duke përgatitur kushtet për krijimin e një klase politike. Unë mendoj që Shqipëria në 2026 Kreshnik do të futet në një linjë politike siç është ajo vitit 1991-92, ku do të ristrukturohet krejtësisht politika shqiptare. Me largimin e Ramës nga politika, me rënien e tij, do të krijohen kushtet për një qeveri kalimtare, e cila do të duhet jetë jo më pak se 1 vit e gjysmë, 2 vjet, që të krijojë kushtet për pastrimin. Pra, shkrirja, shpërndarja e parlamentit, ku asnjë nga deputetët të cilët kanë probleme me drejtësinë nuk do të kenë mundësi, apo nuk do të kenë mbrojtje, pra nuk do ta përdori Rama si në rastin e Ballukut, dhe kjo qeveri kalimtare të jetë përgjegjëse për pastrimin një herë për gjithmonë të politikës shqiptare, të gjithë personat që kanë fut dorën tek xhepat e shqiptarëve, së bashku me SPAK-un, i cili nuk do të pengohet më nga drejtuesit politik duke akuzuar, siç bën Rama, për interes. Sa herë që goditen njerëzit e opozitës po jemi dakord, dhe sa herë pastaj që kapen hajdutët e tij, thotë jo, thotë ne nuk do t'i lejojmë. Qartë. Besoj e keni ndjekur brëm protestën e opozitës. E keni ndjekur? Patjetër që po, ndjekim me vëmendje çdo lëvizje politike. Dakor, kolonel, me që jeni një ndjekës i imët, unë çfarë pash në protest i thash më mbrëm. Berisha kishte dalë për të solli disa mesazhe, ju e pat, kishte në krah të tij Vangjel Dulën, zotin Dule dhe zotin Fatmir Mediu, dhe kishte ca pankarta mbrapa, i mblodhi njerëzit, i tha Edi Ramës, unë jam këtu, i tha Amerikanëve dhe Europianëve, nuk e rrezon SPAK-u dot Edi Ramën, atë e rrezon vetëm Sali Berisha. Na ka nxjerrë edhe CNN, tha, mbaroi protestën, u tha njerëzve ikni në shtëpi. Ju lutem më tregoni si e keni parë këtë protestë dhe cilat janë simbolikat që ju kanë rënë në sy më shumë. Spari, kjo protestë është një protestë e cila i tregoi Edi Ramës që ka një urrëtie të jashtëzakonshme ndaj hajdutëve me të cilët drejton, duke bërë i legjitim vazhdimin e qeverisjes së tij. Së dyti, kjo protestë tregoi që sa i përket Partisë Demokratike dhe drejtuesit të saj, ai është i pasfidueshëm nga aktorët e tjerë qesharak që tentojnë të grumullojnë njerëz, majta. Që duan t'i marrin PD-n e ke fjalë. Po, ato që duan atë qesharakët që pretendojnë t'i marrin Partinë Demokratike. Dhe kushdo që guxon dhe tenton që të sfidoj Sali Berishën për t'i marrë Partinë Demokratike, besoj që bini dakord me mua, është një vendim qesharak, sepse nuk unë kam thënë, ajo është parti që mund t'i vënë emrin Partia Sali Berisha, nuk ja merr dot, është parti që nuk ka asnjë lloj mundësie. Është e lidhur me emrin e tij. Është e lidhur me emrin e tij, është i pasfidueshëm dhe këto janë disa deliranta qesharak të cilët e tentoi Gazbardi, Jurita Tabaku, e tentoi ky që humoristi tjetër, si e ka ky i Lezhës, që drejtoi Lezhën, ky poeti, se shkruan bukur ky. Gjekmarka.
është një deputet që i drejtoi mandatin e Lezhës, nuk e di se ka emrin, i Partisë Demokratike. Nëse. Gjek Markaj, ke fjalën. Gjek Markaj, po, Gjek Markaj. Për padre, po. E tentoi Gjek Markaj, e tentoi gjithë, e tentoi Saljani, me Shkop, e tentoi Grita Duma, e ke parasysh që gjithë dështuan me sukses. Po, këta janë që shërak, unë e kam thënë, tani, çfarë po ndodh, kolonel? Tani cila ishte simbolika? Do presim Berishën, si, çfarë? Dolëm pushtet, ikni në shtëpi, mirupafshim, natë mirë. Ajo që unë thash është një vendim shumë i mirë. Pra, protesta tregoj që pjesëmarrja e njerëzve tregoj qartë që janë kundër qeverisjes. Ajo që unë personalisht prisja nga Partia Demokratike dhe personat e tjerë që organizuan këtë protest, ishte fillimi, qëndrimi, pra bërja thirrje për një protest paqësore të vazhdueshme deri në momentin e largimit të Edi Ramës. Dhe unë absolutisht jam zhgënjur nga largimi dhe shpërndarja e kësaj proteste. Je zhgënjur. Kishte ca mesazhe gjeopolitike aty, kolonel? Absolutisht. Tani, nëse e keni fjalën për pankartat mrapa, ndërkohë që fliste doktor Berisha për fotografinë e Vladimir Putinit, Recep Tayyip Erdoganit dhe Kishte mesazh gjeopolitik aty? Dhe të Anthony Blinken, unë i konsideroj gabim shumë i madh, sepse nuk mundet që Partia Demokratike, e cila pretendon një ditë kthehet në pushtet, të krahasoj Putinin me Recep Tayyip Erdoganin, i cili ka qenë një mbështetës dhe është një mbështetës i fortë. Aq më tepër gabimi shtohet ku në krahun tënd ke edhe Vangjel Dulen, i cili nuk përfaqëson asnjë gjë përveç se 1000-2000 votave. Unë e kuptoj simbolikën, që simbolika është që duke ti tregoj Turqisë që unë jam pjesë e aleancës tuaj me Izraelin, me Çipron, me Greqinë, jemi edhe ne këtu. Por unë mendoj që ky është një autogol i madh për Shqipërinë, për shkak sepse fuqia e Turqisë në mënyrë të veçantë të këtyre viteve të fundit dhe mbështetjet që Turqia ka dhënë gjatë viteve të fundit për sigurinë kombëtare në fushën e mbrojtjes ekonomike, për Shqipërinë nuk duhet parë si një mbështetje ndaj Edi Ramës. Është një mbështetje, Turqia është mbi Recep Tayyip Erdoganin, Kreshnik. Turqia është diçka më tepër se presidenti i saj. Qartë. E kuptoj. Mendoj që ngjarje të mëdha do të ketë, zhvillime të reja do të ketë, duket qartë që Rama është i rrethuar, është i zënë mat nga të tij. Unë, kjo është këndvështrimi im, ju keni këndvështrimin tuaj, unë mendoj që ka një akord ndërmjet lojtarëve të Tiranës që po blejnë kohë gjeopolitike që të përpiqen të hyjnë në tregjet ndërkombëtare dhe të bëjnë një deal të madh, një marrëveshje të madhe, sepse këtë e kuptova ke deklarata e Berishës kur i tha ndërkombëtarëve, jam unë ai që mund ta rrezoj Edi Ramën, nuk e rrezon Spaku, sepse Spakun Edi Rama e ka të tijin. Kjo është skema e Berishës që e ka zgjedhur ai vet. Unë mendoj që ky popull, kolonel, duhet të gjejë mënyra të organizohet me çdo formë, jashtë çdo lloj skeme të vjetër dhe ta manifestojë zemratën e tij duke i treguar regjimit Tiranës se është një regjim kriminal anti-shqiptar dhe besoj që çdo opozitar i ndershëm, çdo lojtar i ndershëm duhet hedh aksionet e tij në lojën politike në mënyrë që ta përshpejtojë me çdo çmim largimin e kësaj qeverie anti-shqiptare. Duke e patur parasysh të gjithë këtë, Edi Rama, kolonel, do të mbytet me gjithë anijen apo do ta lër anijen e Partisë Socialiste të shpëtojë dhe do të mbytet ai bashkë me hajdutët e tij? Pa diskutim që do të mbytet së bashku me anijen e tij. Do ta marrë gjithë anijen me vete. Pa diskutim që po, sepse një pjesë e madhe, të kam thënë, janë mbi 15 ministra dhe ish-ministra, të cilët janë të përfshirë në afera korruptive të tmerrshme. Anija nuk ka, anija e PS-s, kolonel, nuk ka kështu salvagent, nuk ka barka shpëtimi? Nuk ka salvagent sepse nuk është një parti socialiste.
quhet rilindje. Dhe rilindje nënkupton një qeveri, një sekt politik anti-shqiptar, antidemokratik, antisocial, antifamilje, tashmë i qartë për çdo njeri që ka mend në kokë. Ato janë atje vetëm për të vjedhur, për të skllavëruar popullin, madje shkojnë në bisedat e ngushta që bëjnë, deri në 800.000 veta na duhen këtu në Shqipëri. 800.000 veta jemi boll, ne kemi vjedhur tani komandojmë çdo gjë, kemi gjithë pasuritë kombëtare dhe të tjerët do t'i shtyjmë të lagon. Shqipëria mjafton për 800.000 persona. Mbajmë më përgjegjësi për këtë që po të them. Nga ana tjetër, do doja të kthehesha edhe herë tek mesazhi i partisë, te gabimi i protestës djeshme. Doktor Berisha deklaroi, ndër të tjera tha, ne nuk e rrëzojmë dot Edi Ramën, nëse e keni ndjekur dhe dëgjuar. Për mua ishte e vetmja deklaratë e vërtet që bërin ata. Rama nuk rrëzohet me votë. Nuk rrëzohet me zgjedhje, me votë, sepse nuk ka votime, ne kemi thënë këtë. Diete. Tani këshilla ime modeste, shumë e sinqert, për doktor Berishën dhe Partinë Demokratike është: në qoftë se doni që ta rrëzoni këtë regjim kriminal, hapni lojën, ofroni bashkimin e gjithë shqiptarëve të ndershëm. Nuk është kjo vetëm çështje e Partisë Demokratike. Ka shumë aktor dhe shoqëri dhe qytetar me qindra mira të cilët duan rrëzimin e kësaj qeverie. Por unë besoj që e vetmja mënyrë për të rrëzuar Ramën është një parti demokratike e sinqert, e cila do duhet që ta drejtojë këtë aksion së bashku me aktorët dhe partitë e tjera, dhe të jetë sinqert që ta fillojë këtë veprim politik opozitar deri në largimin e qeverisë. Jo të përkohshëm me 2 orë, me 3 orë, sepse për ndryshe Kreshnik e shikoj si rrezik shumë të madh, do të bjerë edhe më tepër besueshmëria ndaj këtyre opozitarëve dhe populli nuk do të përgjigjet aktualisht sot kur ndodhet në pikën më të rëndësishme dhe më të rrezikshme të historisë, zhdukja e kombit shqiptar. Falenderoj nga zemra, kolonel, si gjithmonë, për vërtetësinë. Unë në fakt mendoj se ata nuk janë të interesuar as të vërtet, as të sinqert. Unë mendoj që klasa politike rrugaçe duhet largohet e gjitha dhe populli shqiptar. Berisha ja kam bërë ftesën para 3 viteve dhe i kam thënë, doktor, ju keni fuqinë t'i bëni bashkë, hapini rrugën popullit ta bëj këtë. Ata kanë një detyrë të vetën për ta kryer. Populli shqiptar do të bashkohet, unë jam i bindur dhe do ta gjejë rrugën pa asnjë diskutim. Çdo kush, siç e bën dhe ju ftesën tuaj, që do të jap kontribut në shpëtimin e Shqipërisë dhe të kombit. Këtu është çështja më e madhe se Berisha, më e madhe se doktori, më e madhe se sa Partia Demokratike. E fat bukur është çështja e ekzistencës kombit shqiptar. Dhe unë besoj që ky komb vital që ka kaluar për gjatë historisë rreziqe ekzistenciale të tmerrshme, do të gjeneroj energji dhe do të mbledh të gjitha fuqitë e tij. Dhe në qoftë se pakti i politikës së vjetër të Ramizalis vazhdon me heshtje, me dredhi, me 2 osha, me 3 osha, me shkelje syri dhe me dalje, unë jam i bindur se ky popull do ta gjej vetë rrugën, kolonel, dhe kur të ngrihet populli do të pendohen ata që nuk ja dhanë dorën popullit në momentin kur populli, kombi, atdheu kishin më shumë se kur nevojë për ta, për qëndrimet e tyre burnore dhe fisnike, dhe nuk është kur dështim të tërhiqesh, nuk është kur dështim t'i hapësh rrugën popullit, nuk është kur dështim t'i hapësh dorën dhe shpirtin kombit tënd, është burrni, është fisnikëri, është burrshtetësi, por fatkeqësisht disa njerëz këtë nuk e kuptojnë. Faleminderit nga zemra, kolonel, për bisedën e shkëlqyer. Faleminderit për kohën tuaj të çmuar dhe për mendimet që i sollët për ne dhe për gjithë teleshikuesit dhe shqiptarët. Ishte kënaqësi. Kënaqësia është e imja. Miq të dashur, kjo ishte biseda për sot. Shpresoj që t'ju kemi dhënë sadopak informacionet që ju duhen, që prisni. Mund të flitet shumë, mund të flitet me orë të gjata, mund të flitet me ditë, me net dimër, jemi në dimër, net dimër, mund të flasim për gjitha këto histori. Do të jemi aty hap pas hapi, minutë pas minute për t'i dekriptuar të gjitha zhvillimet
vendit, të rajonit dhe të botës, sepse zhvillimet do të jenë të mëdha, do të jenë të shpejta. Shqipëria është ylli ynë polar, miqtë e saj të mëdhej shpresojnë të mos ta lënë në këtë betejë të vetëm. Unë jam besim plot që ne do t'ja dalim, të gjithë bashkë do t'ja dalim, të gjenerojmë energjitë që na duhen për të dalë Zot kombit dhe dheut në këto momente, siç i përmendi koloneli me vërtetësi, në këto momente decizive, ekzistenciale për të ardhmen e kombit shqiptar. Bekuar qofsh ju, bekuar qoftë Shqipëria. Shqipëria e shqiptarëve, vdekje tradhtarëve. Natë e mirë për sonte, do të rishihemi shpejt.